shiqo, sistemi zgjedhor në Kosovë thuja ka qenë se thuja që me ku. Gjithherë është ditë dhe është përful në për njerëz të ndryshëm që deputetët e Kosovës, një pjesë e tyre janë zgjedhur nga numërimi i sallës në fushë Kosovë. Kështu që është mirë dhe përgëzoj Komisionin Qendror Zgjedhor për këtë vendim dhe uroj që kjo të jetë hera e fundit, pasi që mendoj duhet të bëhet një sistem elektronik i numërimit të votave që të pamundsohet keq përdorimi ose vjedhja e votës. Tu e di që vota e një qytetari është një besim i shajt dhe asnjë formë nuk do të lejuar që të tjetërsohet. Zoti Nura, jo në fakt ditë më parë kishit drejtuar edhe një ankesë në PZP në lidhje me pjesën e votave, me sa duket me theks të veçantë pra në komunën e Skënderajt, që i bie se ka pasur dyshime edhe më parë në lidhje me këtë proces. Po që gjithherë njeriu është mirë ta eliminoj dyshimin, edhe se në Skënderaj shumë jam i kënaqur që ka dalë një numërim dhe një rinumërim jashtëzakonisht i suksesshëm dhe i drejtë. Jam thëmë të drejtën edhe se... Po, dhe nga dhënat në fakt që pam nga KQZ-ja janë minus 32 vota për jo si kandidat. Pra i bjen që janë hequr 32. Besoni se mund të kenë qenë më shumë gabime teknike në numërim apo të ndonjë natyre tjetër? Mendoj që ato veç mund të jenë gabime teknike, edhe mendoj deri në 30 ose maksimumi 50 vota në të llogarit 10.000 vota të numëruar ose 15.000, siç jam në Skënderaj, për mbi 16.000 vota mund të jetë një gabim teknik. Nuk e besoj që diçka ose ka pas ndonjë ndërhyrje të qëllimshme në numërimin e votave në Skënderaj. Po, zoti Nura, megjithatë nga